Edhe pse ishte shpallur në kërkim policor prej 14 vitesh për një vrasje të ndodhur në Kavaj, dyshohet edhe si vrasës me pagesë për një sër ngjarjesh të ndodhura gjatë kohës që ishte në Arati. Një operacion i agjentëve të seksionit kundër vjedhjeve me dhunë dhe armë ka vënë në pranga 41 vjeçarin Ermir Dervishi, lindur e banues në Durrës. Policia e Tiranës bëri të ditura detajet e arrestimit, të realizuar në zonën e Freskut. Kapja dhe ndalimi i tij u realizua pas informacioneve të marra në rrugë operative të poseduara në ngarkim të tij, sepse gjykata e rrethit gjyqësor Kavaj me vendimin e datës 26 nëntor 2011 dhe urdhër ekzekutimit të datës 18 prill të vitit 2006 e ka dënuar këtë shtetas me 20 vjet burgim për veprën penale të vrasjes me dashje dhe armbajtjes pa leje. Ky shtetas gjatë periudhës që ka qenë i kërkuar nga drejtësia për më se 14 vjet, dyshohet të jetë autor i disa vrasjeve me pagesë. 41 vjeçari Dervishi akuzohet për ngjarjen e datës 1 tetor 1999 në qytetin e Kavajës, ku për motive të dobta qelloi për vdekje Gentian Duren.